Pas një televotimi të hapur gjatë prajmit të fundit, publiku vendosi me 73% të votave që Kristi të rikthehet në shtëpinë e Big Brother VIP. Ky ishte një rast i rrallë që produksioni nxori shifra për votimet ndaj banorëve të Big Brother. Banori la shtëpinë duke u larguar nga muri edhe pse disa nga banorët tentuan ta ndalonin, ndërsa për të erdhi një zar fizik. Ai ka humbur tashmë të drejtën për të nominuar dhe për të zgjedhur lideri i shtëpisë. Pas rikthimit të tij, Big Brother vendosi që të dërgojë të gjithë banorët në nominim, ndërsa njëri prej tyre do të lërë shtëpinë të martën. Vëllai i madh gjithashtu i komunikoi se kjo do të jetë mundësia e fundit që i jepet Kristit pas sjelljeve të tij të përsëritura. Patjetër që këto janë gabim, disa veprime janë gabim, nuk duhet i kisha bërë, u shpreh Kristi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.